zgjedhje parlamentare edhe populli besoj ka mjaft dëshmi deri me tani se kush çka ka punuar e si ka punuar edhe mbledh mend se kuj na duhet me si duhetën. Punësia sa është në rregull, duhet me arrit rrogat për me nejt këtu, jo me dal jashtë me lyp më mirë. Me pas tarnat e mira këtu kur kush nuk del jashtë, mos harroni. E për që ta po morëm Bangladeshit këtu me zavendësu ata, atë njëjtët kushte i kanë atje edhe bile ka njerëz atje që s'mujnë me fitu as sa këtu që fitojnë qëta që jenë të punua. Sa bajzosh me jetesa këtu? Ku me ditë Pa çmimet. Qëre, pse po mëse me folë? Kur nuk ka keq në përgjithësi. Çmimet ta shkokqyri plot kafet, plot anej, plot fëmijëna kur nuk mungo kur gjë. Ka disa që janë të krymanu. Kur pak punon, ka punë boll. Kush do me punua? Për punëtorin e mirë, ka punë të cila. Çka ju shqetëson më shumë ty në Prishtinë? Shumë më të zamet. S'ka na shqetëson. Na shqetëson rinia që po ika në rregull, ama duhet më rregullu shumë gjona për tarnat e punëtorëve. Sa po thon shteti po tha? Shteti, s'kem shtet për momentin, halo. Se janë të bojkotuar shtetin, apo shef? Bojkotimi shtetit. Këto dy partit zotënjet që janë paranësh, me noti tina se bojnë shtetin. Qa me bëtësh? Po? Qysh po ishe? Sa për kanë vështirë me gjetë punë Kosovë? Po jasë një nuk e shapej dëshirës dhetë që ka. Mirë po kushtet e punësimit, masi këtu nuk mujnë me gjetë punë, detyrohen me shku jashtë sepse mërgata nuk është e lakmueshme se largohen për familjes, për farafisit e tjera, dhe me thonë, po nevoja për punë e për ekzistencë me majtë familjen i detyron me dalë. Sa baj vështirë jetesa në Kosovë? Po është bo një inflacion i madh edhe ngritjet e çmimeve në çdo artikull ushqimor, po edhe në gjitha gjona tjera, prandaj populli shtirë mundet me përbalua, nëse dikoni nuk e ka në mërgim e që pe atihet i ndihmon familjes. Situatën politike, ç'është po e sheh? Situata politike është njëherë për njëherë katastrofë. Dhe me thonë jemi ende po zhagitet formimi institucioneve tona me funksionua si duket. Ja tash me këtë pezullimin e votimit, atëherë po zhagitet zgjedhja e presidentit. Shteti pa president nuk guxon të jetë. Ai duhet të zgjidhet sa më shpejt. Edhe tash me këtë pezullim është zhagit edhe më tutje formimi institucioneve. Mirë po besoj që verdiktin final gjykata kushtetuese do ta bjen si duhet, edhe do të kemi zgjedhje parlamentare edhe populli besoj ka mjaft dëshmi deri me tani se kush çka ka punuar e si ka punuar edhe mbledh mend se kuj na duhet me si duhetën. Faleminderit.